Pasi Marko dhe Enea i ndryshojnë ngjyrën e bojës komshiut, ai bën aleancë me Dean. Kjo e fundit i është kundërvën grupit të tyre, pasi ata nuk e përfshin atë në aktivitetet e tyre. Ajo u gjen atyre pikën e dobët, që janë pëllumbat, dhe vendos t'ua marrë djemve ata. Dea. Dea, mes plumi Dea. Marko dhe Enea kërkojnë ndihmën e Benit, i cili u thot se të kërkuarit falje është gjëja më e mirë për t'i marrë shpendët mrapsht. Beni në mënyrë sinqert. Në të kundërtën, mos e lodhni kot. Për Benit i bie edhe një detyrë tjetër, të pajtojë vëllain me të motrën. Ai ja del mban. Ndërkohë, Viola po bëhet gati të largohet sërish. Ajo do të rifillojë shkollën. Shqetësimi se ai vetëm është miri, nëse ai do të gjejë ajo një punë, dhe për këtë kërkon ndihmën e tatit, i cili nuk di asgjë për lidhjen e tyre. Çfarë lidhje ka miri Xhaxhi Benit me kamionat atje në dogan, të lutem me leratë. Besa me të hallën ka shkuar në Korçë. Historia e këtij qyteti vjen nëpërmjet gojës së aktorit Sotiraq Bratko. Jep një bukurie të madhe nga dritat e shumta që kanë vënë janë nën ujë. A e pe abësën? Banorët e vegjël kanë nisur të shqetësohen se Beni nuk po rri më me tasin në fillim. Por largimi i tij ka tjetër plan. Ai u bën atyre një propozim. Në ndiqni pas pak në serinë e 7 të Dadoja e pallatit ton. Dhe kur del ti, shko hidhi pleat për jashtë. Ka motor. Miri, shpëtome nga kushërira ime dhe re në kthetat të Danielit. Presoj që vjole mos e si Danieli se ndryshe të piu e zeza. Sa të gjatë që e ke gjvon ti? Çudi si del në mbrojtje. Për pushime me Besën dhe me hallën e saj shkoj, e jo me ty. Unë nuk i kam për ftesë. O, Olivia? Po ju sigurisht i shoh të ngushtë. Po mirë, nuk bisedoni për gjëra të tjera juve? Për librat për shemb? Ja, të thash, kopja Danielit. Unë po ikim e mirë. Edhe ti e zë me punë zyre? Marko, me që ti nuk ndryshon shumë nga Danieli, duhet të di që vajzat nuk thyen, por më tepër që të rriturit duhen respektuar. Babi do të përcjell nesër? Po. Në fakt do doja të shoqëroja unë. Po, a ke takim për punë ti nesër? Po çfarë takimi o Viola? Do shkoj për provë. Mirë, mos të mërzit se edhe babi më pretoj që të përpiqet. Kam dëgjuar që punën nuk i ka mirë. Është e vërtet? Po ku tregon ai? Sikur se di ti babin. Edhe punët mos i ketë mirë?
Ai është mishtri i mbulimit. Do më shkruash, e? Po çdo natë. Po si bën edhe ti, ja. Erdhën Krishtlindjet, sikur s'do vi prapë. Mu duken të mërzitur, Viola, me mirë. Erdhi dhe ky tani. Ka që mbetur vetëm, e? Jo, kush e tha që jam vetëm? Livja ashtu, dhe sa për edhe ti që të më bësh shoqëri. Unë po iki. Më prit mua të të shoqëroj. Mirë dita. Mirë dita. Si ja kalu? Mirë. Bashkë folëm telefon? Po bashkë. Jeni interesuar për punë? Po patjetër. Këtë profesion e njihni? Po, e kam pasion. Atëherë t'japim rroba ta provojmë mirë. Tjerka nga zonja nga qyteti. Halina, këto shu si ty. Moj ty e kupton se sa qefe kam unë atë, sa qefe kam patur. Kur luan të tjerkën të zonja nga qyteti, urren të fshatin, edhe pëlqen të qytetin, fiksi unë. Më prit këtu. Mirë dita. Mirë dita. Si jeni, mirë. Në fakt jam pak emocionuar, po edhe nuk dis si do ju dukem. Çfarë dëshironi? Mund të uleni? Mund ta bëjmë një fotografi bashk? Fotografi, me gjithë qenë. Edhe një. Edhe një. Ku jeti? Hajde po xhaxhiç. Faleminderit për fotografinë. Ju keni qenë aktorimi preferuar. Si të mos kur luani tjerkën. Faleminderit. Po tani nga bëheni? Ç'në në Korç? O hava pa e në Korç jeton. Oh, vërtet? Nga Korça jam. Ka të drejtë vajza? Mbesa. Jam ende re për të bërë me fëmijë, kam kohë. Po ju ç'në në Korç? Ju nga jeni? Si u gjenën në Korçë, domethënë? Korça është djep i kulturës. Thjesht një vizitë në Korç. Çfarë keni vizituar për shkak? Maliqin, kur erdhëm, i
Është, domethënë, me këtë njëjtë Korça. Kush shikon këtë luftani kombëtar thot jam në Korçë. Mile tani e kanë bërë më të bukur sepse kanë bërë një ujëvare e cila në mbrëmje jep një bukurie të madhe nga dritat e shumta që kanë vënë janë nën ujë. A e pe abësën? Po kjo është shkolla e parë shqipe? Kjo është shkolla e parë shqipe në gjithë Shqipërinë. Edhe është hapur në Korçë në 1887. Do të shkojmë ta vizitojmë. Ma jep dorë. Shkolla e parë shqipe 1887. Tani është Muzeu Kombëtar i Arsimit. Shikon? Nga vizitorët e huaj nuk rreshtet syre së daljes së vizituari, që nga mëngjesi deri në mbrëmje. Alla, një fotografi me vajzën? Gati? Shpërndani toga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hapa. A o lodhe shumë duke u fshehur? Po ti tjetra o lodhe? Hajde këtu ti, hajde. Hajde blidu një këtu se ju si jeni për këtë punë. E dim se ju kam bledhur në sot këtu? Sepse jam kurios, ku ka qenë Beni gjithë të ditë, se ju rini më shumë me atë? Qëtëri Beni me ne vetëm probleme i sjellim. Ne nuk se i japim probleme, pa ishte mërzitur sepse është pa punë. Edhe Mirit, nuk e ka ecur fare. E po, nuk do ecim në të gjitha Mirit, i ecim me Violën. Sa i natë më vje me atë babin e Daniel, vetëm të gënjejti. O shgënjeve dhe ti, e? Nuk të eci aleanca me të. Sa aleanca kundër vuajt tim do dalun? E paparje, mistrece e madhe, po prapë mund të kam gjanë. Babi Danielit nuk i ka punët mirë. Oh, ku e dëgjove ti? Mos ke filluar dhe ti që të mesh me thashe theme? Po, me thashe theme. Unë e pas gjë në dalë duke folur në telefon. A di si thoshte, me falimentuat! Oh! Danieli, si ja kalove me pushime me besën? Mirë. Po babi jot ka ngel pa punë tani? Të kam thënë Livia ti flet shumë. Çe i bërëm këtë? Pra këtu është lëndina e lotëve. Pse quhet lëndina e lotëve kjo? Pse quhet lëndina e lotëve? Këtu ka qenë fundi i qytetit Korçës. Dhe këtu ndashin rrugët e Kurbetit. Këtu menin gjithë burrat e qytetit, jo vetëm të Korçës, por në përgjithësi të gjithë Shqipërisë menin rrugën për në Kurbet, Amerikë, Greqi, Kanada. Hajde të tregoj diçka. Ç'është kjo? Lëndina e lotëve. Ante Korça është qyteti vetëm që ka një vend të tillë që ruhet. Këtu është zarafilla e mërgimit, kur aty ku mbaronte qyteti me shqirinjve dhe lotëve, gratë prisnin burrat e ikur ose lajmin se janë gjallë dhe mirë ose. Lëndina e lotëve ishte vendi ku ndashin rrugët. Mërgimi i tyre solli në vend
atë që sot ka mbetur si trashëgim nga e shkuara lëndinë e lotëve, që sot mban të njëjtin emër lëndina, ku dikur qaj dhe ku sot vazhdojnë të ndizen qiri. Sot kjo lëndinë është kthyer në një lëndinë lulesh, siç e shikoni. Edhe këto lule rriten nga lotët e grave, të nenave, të motrave, të fëmijëve që përcjellin njerëzit e tyre ose presin lajm nga njerëzit e tyre të dashur të cilët punonin jashtë shtetit për të mbajtur frymën gjallë në Shqipëri. Të këndoj diçka? O kur beti shkremo i shkrete na le largë shtëpi, o shtëpi se qaj moj zemraj, zemraj me qaj për Shqipëri. Betën në natona moj tona me shambin bive, o mbive tu qaj moj zemraj, zemraj me qaj për Shqipër. Bashkon akoma dhe qajnë gratë, qajnë fëmijët. Kështu ka qenë. Prandaj ka mbetur atëherë lëndinë e lotëve. Sot lëndinë e luleve. Venja. Unë po visha mendje se çfarë është bërë me ty këto ditë. Mos e mërzitur që me ne? Jo, nuk kam qenë mërzitur me ju. Po ju ragjoni kohën kot. Me kompjuter, me iPada. iPada e iPada. E po, se fa sikur të na thuash ndonjë gjë më të mirë që të bëjmë ne sipas mendimit tënd. Së pari, do ta nisim nga pallati jonë. Na të nxjim ditën ndonjërit? Dea, ti vetëm mbrapa që ke mendje. Të ka rënë sy në gjë i keqe rreth rrotull? Kam shin. Je të mërshme, Dea. Vetë kam falë ata në ngacmë, stalën të luajnë në pallat. Ba, Kur do? do I blin ligje Deas? Deas? Qa ka Dea? Ditëlindjen ka. Ja, president. Nuk kemi nerva të se bëjmë dyqan që t'i blejmë dhurat Deas. Po të lutem, jemi në i lega ta mbyllim këtë histori të më. Dalit veçat dojqat. E qef. Dea ka ditëlindje, nuk e di çfarë dhuratë t'i bëj. Po se di, çaj pëlqen asaj më shumë? Ëmbëlsira? Sa pa imagjinatë një djemë, të ëmbëlsirat le të blej mami dhe babi vetë. Blej një libër ti, unë për shembull libra dua vetëm. A njeh ti Dean apo jo? Nuk mbuset 8.000 libra. O, prit se po vjen. Bujollës? Të tjetë jemi në plan nga balkoni. Dhe çfarë mendoj të tërë qeset që kemi në lëvë t'ja lëmë më të dera e shtëpisë. Mere kënë. Po që të pari, të që edhe ka të dytë? Edhe ti? Edhe unë. Ka ardhur me vonesë, tani mbaruam. Ama, po punoni, ha? Kështu ka lezet. Po, pse zjen dhe ti të na japësh një dorë? Po tash këto punë janë për ju, kalama, jo për mua. Po pra, dhe thuaj se mami tënë
që mos të hedhi plerat nga dritarja. Dhe kur del ti, shko hidhi plerat për jashtë. Ke drejt. Pa ajo plaka ime është i qike lodhme. E bje shkurë që i merë dhe bap jedh nga lartë. Bani dhe plak një këti? Jo, Ben, jo, po. Kështu e thot mamas vetaj. E po mirë. Unë po vazhdoj, ju ka lofshi mirë, respekt. Gjithë mirë, shënet, faleminderit. E po, me qënë se pas keni mbaruar, po iki dhe unë. Nëse do të kontribosh, merri këto dhe shko hidhje. Kisha ruar të bërë shkollës madhe, kisha ruar të bërë shkollës. E gjeti e roja.